spondyloza s'mu jaron. Qa që spondyloza? A se den se term që spondyloza, no? Spondyloza. S'mu je shpinës, bro. Kom që mja njës shtë emisionit me najtejmë palidhi, më me prezentuhe që me neve sot dëgjuës dhe shikues të dashur të Shock Podcastit është doktori spondylozës, mentor Dida. O, Did, ku jeve? Qështë kam? Mirë se na erdhe njëre. Në ordinon. Më falë që të lash me prit, atë pretën mira të qikat. Super. Palidhi. Po, shërët njëre kanë menu në ere që je i Brazilit. A beti naj për tjeri Dida që po. Mos jeni naj sënë familjarisht. Bile, Mos e ki vlo. A din qysh, aty për thëshin Gjida. Gjida. Gjida e shtripi. Vish na Mentor Dida, Gjida. se nuk është ai i këtuit. Mos të ka shku boba në Brazil se i ri. Edhe pse të i bordha i... Shumë njerëz kur po më shohin qytet, tash unë e gruan e kom të Amerikës, po hecim, edhe tash na po folim anglisht. Po tash kur shkum një ditë me porositë akullore, edhe gruaja po thot, a që unë po i porositin shqip se është të e mësu. Tha, mirë dita, mirë dita. Tha, a bën tha një straqatil, ajo, wow, po, ajo gëzu shumë që i kjo po folë shqip. Mani tha edhe një drez, sa mirë, po, gëzu a i krejtë. Mani tha e te, thash, një çokoladë vanil, he speaks better. Pa zharëp gjie ki ftyrën Amerikanit. Ja, unë e shqiptar veç flok të gata. Ja, ki viftën pak më të John. William, kom qef, William. Je pak se ajtë notebook, ajë që pudhën shima të grunave. Dhe naj filmin notebook. Kompliment është, kompliment, faleminderit. Dëgjues dhe shikues të Shock Podcastit, me neve sot siç pesheni o Dida, po na një më të henën direkt në temë. Po para se me anis epizodës, më lejani me përmend sponsorat, normal. Solosi, kompania Solos, që na i ka pru gjitha mobiljet për podcast, po është edhe Modiumi që e ka ndrejq venin, e kam bo një super vend Dida, shumë nice e kam bo. Kena dhe Qebarin, një ndër lokalit ma të mira në Prishtinë, dhe në Kosovë, në rajon, gjithka. Po është edhe Prime Travel kompanin e agjencionin e turizmit, se u lidha pak, kompania turistike, Prime Travel, po është edhe Sigalin, kompaninë e sigurimeve Sigal, aty mund të siguroni edhe shëndetin edhe krejt këto sene tjera, e kena edhe Gekosin që na ka pru Don Julian, tequilën që me Didën kena me pi, kena me qasët, ashtu kry edhe Ramazani, edhe Superbookin e kena me 0% alkohol, po është e kam pru dhe një tonik të ri, që po thërke Ros Solis, na mëtën me qëta janë në latin. Ditë, që shjeve? Me stil. Shola se kom harru atë dhejnë, a njësë të prej. Dhe atë dheja. Regjistori jonë atë dheu. Gjitë, shjeve? Mira atë dheo. Mos t'i penguna se në zonë pak. I shola së t'kop spondyloza që është dhe që shjetë najtë. Ditë, unë të një mëte, po kalzoj pak audiencës kësha mentor Gjida. Mentori, lindur Mitrovic. Mitrovic ke lindur, po? Mitrovic që atër në 90-ave, spitali ka qenë mbyll, po gjelbë. Ka qenë mbyll, po një mi Prishtinës. Qëtu e mrit, kena lujt basket. Po, ma në të e la se ke i dëpt. E lash, mas 18 vjetë, shkova në Amerike, Maroki që jam i dëpt. Që aty Maroki që jam i dëpt. Ki shumë profesionet ditë, përshkruje vetën me 3 fjallë, kush e Dita? 3 fjallë, kom qef fjallën ndryshimtar. Po, change maker. Që ta kom qef se e kom mision jetë me këshyrë me kontribu diçka për të mirë. Me ndru jetën e njerëzve, me ndru mindsetin, me ndru jetën tem, që me mujtë jeta e me qeni fjallim për me ndryshu botën. Edhe që dyqysh ketë fillon për vetës njerë, edhe kër e janis me qysh mjë qasni problemit, pak ma ndryshe, qysh me kontribu në komunitet, ma një e kupton që, wow, kër e ndryshova qasjen, ndryshoj edhe sene, edhe. Që që qajo një, ndryshimtar, ndo këtë është një kështë e dyta jam... Profesor? Po edhe profesor jam, po jam edhe facilitator është. Facilitator, Bojtë si trajnime për korporata, për biznise, për sene. E ndrejsh spondylozën. Spondylozën, Edhe mo. Se është një farë shtyllë që e mo një ekip gjalla. Spondyloza kur rrizi. Po du kam me bo një produkt me njës. Zdi ka mërë që ke fjollish për në lidhë ditë. Okej, do me thonë profesor ndryshimtar dhe facilitator. Po.
A thash mirë? Facilitim, po, facilitator. Sa s'dita me thonë. A dhe me thonë orolaryngologjia. Jo. Dhe me thonë. Do të më shkruajt me lexu. Me shkruajt me lexu. A mo për në mes se dita pa të shku në Amerikë shumë si i ri, Shkollë mesme. shkollë të mesme, edhe të një farë mënyre këto ndryshimtarin e ke nisë në Amerikë, po kena me folë ato pak ma anej podcastit, po të regëm kështu se eksperiencë, që shukon Amerika dhe qatë kam mësu mas shumë të jetë në Amerikë, qëfar life lesson ke morë, qëfar 13 vjet, 13 vjet goxha është, edhe nuk kom shumë shkollë të mesme, plot mësime shoki, plot mësime, po kështu edhe një që ndështë ja vlen me cekë është që te kur kom shku në Amerikë, ja kom kuptu vlerën venit tem. Okej. Edhe vlerave, kulturës, traditës, edhe se une kur kom qenë këtë gjithë kom dasht me ndigju muzikë të jashtit, edhe kur kom shu dikur Shqip, edhe ose valet, ose krejt këtu, flija cemet, unë kom qenë shumë pro-Amerikë, edhe e kur kom shku aty, kom thonë, wow, edhe për shembull një sen si të pamet, çfarë sen i bukur, edhe se më ka ra me shku aty në vorim një personit, ku kanë qenë 4 veta. Në Amerikë? Po. Edhe nëse është, wow, në Kosovë, kena të pamën me mija njerëz vinë me pa, shkojmë vorim, keti lajmë punë me shku edhe, qysh është kjo hojmë pasëll bashkët, në po, men, është kultura komunitetit, s'ja kom ditë kur këtu. Amazing njerëz që pikpom, ja. Ka që të sen komunitetit këtu, me muqu në 4 mëngjesit, me mvy diçka, cëllin shok me thirë. Këto dhe me ta posi nozë dhe me bo me dekë dhe një mirë kom pisi. Po, vi mirë është po dhe ketë njeri jënë të gatshëm me të ndimu. Dyqysh është një farë bo në bashkë në kodë fështira. Sidomos, adin qka do kojshive mi thonë, heja më qënë spital, mune kom pas një cimer në Amerikë, 2 vjet me to, edhe theva kamën të lutë basket me shtaga, tash unë isha me bicikl shkojsha në shkollë, se s'kom pas pare për kërë, e shkojsha 30 minuta me bicikl, tash kamën e thyme, tash njëre apo më qënë 10 minuta për to me kërë. Tha jo, tha se jam të këshyrë televizara. Cimere? Cimera, kështu që ndikush që s'janin 2 vjetje me to. Sa dita Amerika asë në televizor shumë në shqiptarë? Pas, ka të mirat e veta, edhe sidomos nëse punon ekonomikisht aty ta din vlerën. Edhe më nështë nështë me përparu kësë në hierarki? Po, ki vështirë, po edhe me punu atje ditë vlera se aty e kuptojnë që vlera ma e madhe për biznisin jo njerëz. Nëse jo njerëz punëtore, njerëz mirë, donë mi maj, donë me luftu për ta. E këtu është pak ma edhe njerëz ku janë të mirë në rahatohen, edhe nuk ta din shumë vlerën me të lyp gjithka. Ose nështë ta tutët menaxheri që pjanë zënë venin, ai punëtor që është upcoming edhe këshyrë me hek, edhe kultura hala është në bjetesë, survival, edhe në hala që ajo instinkt i luftës, hala në me. A mo qa interesant këtë regu që atje ke jetu edhe me një familje, edhe ajo familje e shkon 12 qenë, aso i kish posë, edhe ti jetu të pëqenë dhe mane ata të kishin shti, kalë dhe ma pak shto? Jo, kur hina në exchange program, që të programin për shkollë mesme, aty keni formular që du të me plëcu, edhe shujka, a preferon qaj, e kafshë, kështu më thash, jo, se gjithë të një tetori njerë, gjithë, edhe në aty unë brek dealit shpin, gjithë ka pas problem, jëm tut, edhe për shkruj që s'po du qaj, po, kur një javë para se munis atje, po më thiren, tha, jo familja që ta kena zgjidh, ka qaj, është problem, thash, unë e kësha ble biletën e kejtë se anë të shkum aty, edhe qaj, unë menova 1, 2, hajde 3, kur po shkoj aty 11 qaj. 11 qaj, një unë i pytyn e ka qenë ujkë. Edhe ka pas 4 maca, ka pas kuaj, ka pas... Aty e të ishë në ferm, bro, ha? Në ferm, po qajt kanë jetu mrena, se për shembull ky ujku që ka qenë mrapa, ka qenë do chihuahua, e nuk i lejke me shku mrapa. Edhe ka qenë shumë i rrezikshëm, edhe predator, i hajke, edhe si ushqim i shike, kështu që na zguxojshëm i qitë qajt në mrapa. Përpara kena pas një Rottweiler që ka qenë pak i huqt. Aty zguxojshëm bokserin me qitë, edhe duke shumë rroza pas këtë posë, bro. Po njëre 11 qaj, edhe duke mi menaxhu, se tash nëse si menaxhojsh e bëjsh nevojën mrena me. Okej. Edhe unë tash tu. Atë ka ndodhur me ofshi nevojën erë? Njëre, që më ka ndodhë me në gjithë ditë njëre ka pas mut në atë shpije, ka qenë te për fështire, edhe nëse manet... A to hek tu da vishemve? Mu hek njërë, unë rash dashni mani me qaj, rash dashni se anisa
Tash mu ma dhanë detyrën edhe me punu aty në shpe, detyra parë ke me ushqy qajt. Tash me ushqy një qenë dy nuk është problem. Po kur i ki 10 qaj me ushqy të njëjtën kohë, ti si ki 10 dur mi qu 10 të poshtë njëjtën kohë. Edhe ata vinë, a më kuptan, unë e zdesha tash qysh mi ushqyë, me të shindo unë, edhe në dvegjlit kërkush këta të mëdhejt vëqeshin ja ishin krejt, edhe mani janë isa mi këshyr do dokumentar, do filma, Caesar Milan, po, edhe mora një farë trajneri me mësu pak a shumë qysh më marë, mani janë isa mi menagju qëtë. Edhe mani janë isa me dasht. E shta familja qysh janë silë me ty njëris? Familja, kitë krezi kanë qenë, ashtu, kanë qenë qërë dashtën po trend. As kanë po kështu se sklav për shambulla? Po, ka qenë abuzim, po e qërë më ka vyt. Më ka vyt. A i kaldejshë prendve për që të sana e mojshë? No, nëse babit, mi shqetsu në aty shkova se ata investun që të rukëtem, që unë me shku me gjetë mënyrën qysh me marrë një bursë me studiu në Amerikë. Familja, po, dhe se na s'kishim pare me shku piktujt në fakultet. Edhe nëse fakultetin Amerikë shtrejt. Kështu që unë thash me shku që aty një semester, ma një mësoj sistemin edhe hi në sistem që me gjetë mënyrën më të lirë, më të shpejt për me kry fakultetin. Qështu ka qenë plani, e tash unë këta mi lodh prind, mi traumatizu, e ke kaldu ma nej ma vondi. Po, ma një kur kom dal për asoj shpi, si kom ledh krejt, kena qenë të pi qaj, si sot e majnë men, se që kam shikryt, se aty ka plot story, ajo veç një podcast është këtë kjo story, që ka ndodhë. Kom kalzove se edhe kishë ndodhë një vrasje në qatë shpia, a? Po, ka ndodhë edhe vrasje. Kjo... Sovjet i ke posë ditë të maj ku, qëfar shumë. A ka qenë aj plaki aty, a i ka qenë Navy SEAL, nëse se dine Navy SEAL është në kategoria ma e naltë e ushtarëve në Amerikë. Po, është veç një kategori ma e naltë, është Green Beret, atëherë ka qenë, kjo ka qenë i dyti në listë Green Beret. Kështu që Green Beret kanë qenë ata personat të cilët në Vietnam kanë pas detyrë mi rekrutu vietnames kundër vietnamesve. Edhe i kanë gjujt ata në mes gjunglës, edhe ata o doft mi gjetë njerës dhe mi mobilizu, mi ushtru edhe me shku mi mytë tjertë. Po, që ka ndodhë aty shumë shpesh vietnames ju kanë këthy kundër këtëne. E ky ka qenë pak i lojt, edhe pike shumë, edhe gruja vetë, edhe qika gruz vetë, non-stop të pitë krejt, e mani ndodhë që kishin konflikte fizike, edhe mani njëherë ndodhë që u planifikua aty një far mesele që ajo qika e grus ti po vjen po thot hajde po shkojnë në Disneyland, u dredh këtë diçka, Disneyland, hajde tu nis, kur kthym jo rrugës po bën telefoni, edhe telefon pi thot hey, e ka gjujt kjo gruaja këto. Edhe far konspiracioni. Po kur shkum aty, e kish marr ambulanta, policia në shpe, ku jeti, në Disneyland të shku, a i ka, thash po, ky ka qenë abuzu, thash para do dite ka rej me asi bateris, ja pa të më shumë ngoj. Tu ja të reshë mbruna erë? Ja. Së kanë silë kërra? Jo, me mu, a i vish ky plaki ka qenë pak ma kështë, a i mu më dajke shumë, bile mësaj ke armët, qysh mi pastru, qysh me gjujt. A i denor mi pastru. Mi pastru edhe di me gjujt. Me kriz luftat rejtë botërora, luftën ditë? Luftaj, po jo me dhunë. Ditë, kaldëme, u pa të bo viral në fakultet në Amerikë, se e ke bo një shpi pej kartonit, që ka kushtu vish $2 me jetu, që shukon që kje të rega ma. Se u pa të bo shumë më dhe në për media, ka qenë nice. Që shka linë si ide edhe... Ideja njëre ka linë se na pi Kosovës e kena kuptu paka shumë jetën edhe në kur është fështirë. E ta shkova në Amerikë, në fakultet shumë të mirë, aty në zonë sa të haljosë. Se vlerësojshin fakultetin njeri. E dyshysh për mja u qelë sytë pak, unë e vendosa me kriju një shpi të kartonit në kampus, do me thonë fakultet jashtë, që aty në bërë, edhe me jetu që aty me $2 në ditë. Tash $2 në ditë në Amerikë nuk është kur gjë njeri. As ujë së mblenë. Edhe e blen një ujë, ndështë apo ti dosh ushqem, dosh kështu. Edhe që aty ka qenë sfida, $2 challenge, sfida $2, për kush do në marrë me jetu me pa, qysh është me jetu në varfni.
me $2 në ditë. Që aty me tu, Ty të jepën $2, a? Jo, për ata mi shpenzu $2 ka qenë bugjeti në ditë. Aha. Që ato kanë pas me bo ata. Edhen, kështu që s'kan pas mundësi me ble ushqim që kanë dasht, kafe që kanë dasht. Që shajshën me $2 ditë? I bëjshim bashk, ka $2, bleshim konzerva, pasull, edhe do të konzerva, do qështu, të fleshim që aty. Sa keni flejt aty? Një javë dit. Një javë dit. Edhe që ndodhë ka aty që ke shumë interesant, vishin njerëst që jom përi me homeless. Theshin, he, që hajni të bo këtë, theshin, he, qyre po dojmë me po, moj marrë me neve, po, e ma ne i bëjshim pytje, që atim po rënqes na pak me menu që ato momente se vishin njerëz me të regu pse jën homeless. Dhe atim pse jën pa shpi tu jetu në rrugë, edhe kur e kuptojshe për me të ndron pak qasjen, s'paku në Amerikë se i shojnë njerëz që këta s'po dojnë me punu e kështu, po men, ka shumë familje që janë fucked up, që për shembull njoni për këtyne se kish pranu Jezusin njëtën e ti. Edhe kanë qitë. Si ka bo 18 vjetë e kanë qitë, ky s'ka pas ku me shku, ka shku me një shok, a i shoki të marrë meth, crystal meth është një farë droge, e ka marrë ato, ingullt, ka ndalë për shpis, ka met njeri kur gjërë, në familja s'po shkon, këtu s'ka fakultet, s'po dojnë me punu, është i varën, tash që aty të jam su në storjen, me të kuptu që edhe se cilin njeri... Sa ka zxatë që ditë? Një javë ditë e kena bo njëherë, po ma një gjdo semestër e bëjshim. Bëjshën ma ne edhe kampuset tjera? Po, ma ne janisën kampuset tjera me bo. Shkolla tjera, fakultetet tjera, ma ne janisi pak më rritë. Këtu e që atëherë janisën edhe mediat. Me ardhë, edhe për mu ka qenë njëra parë me qenë media në Amerika. Një shqiptare. Po, shqiptare, po së t'jeshke për kush ko Kosova. Ata bëjshën shpiz, qysh po flenë kartona? Nona, të të virë. Si të regajshë. A mo te je këthy pej Amerikës? Po. Po si e ardhë vishë vetë, je martu e kini gru të Amerikës. Po. E para gjyku prej familjarëve për qëtë sanë? Jo, se mas pari unë mas fakultetit, kom shku Washington DC, kom punu e kom jetu aty, e aty kom njëftu këta, edhe kur ka ardhë herë të parë në Kosovë, dhe në prind ka rënë dashnime ta, edhe në qase njeri ka qenë e dhasht. Edhe bile është një histori interesant kur ka ardhë për herë të parë këtu, u smu gruja, u smu shumë se të i dhona flija që ba pasu gjuka sene, e dishka e munoj ke ba, dhemte, edhe po shkojmë të doktori pi jashtit, për Avni Haziri, një farë doktori, peshe edhe pi thët, hej, kjo ja e ka hepatitin, ja e ka gurin ilse. Edhe tha, jo, unë i kom kështu, tha se e kom një farë sindromi, këshin gjetë në Amerikë, tha, jo, hajde, edhe a gjetën guri njëse grus. Parëm në, edhe 3 cm, tha kjo do të miniher me bo operacion. Pse i ka urdhe guri? E ka pas që një kod gjatë, po në Amerikë sistemi si ja ka gjetë me vite kjo të e pas një farë problemi. A përshë që doktorët ato nuk janë matë kështet në botë? Edhe që aty ja hekën njësën krejt, u bo operacion e kështu dhe që shë kanë prit mas pare në spital aty. Tu dashuru me Kosovë, no? Po, spitalin Kavaja, privat veç. Stota prejna se si janë sponsorë. Cilat është një sen që i pëlqen për Kosovës grus tonë, një që nuk i pëlqen. Si pëlqen është bordhogu, men. Bordhogës bjo pëlqen është? Bordhogu është edhe cigarja. Kur po pi njerëz me rama cigarë, s'pe kupton ajo edhe shumë pe prek, edhe tash mi anis me kitë qapi pengojnë, po edhe këto tjerve po na pengojnë. Kështu si qajo, kështu që ka i pëlqen shumë është, po mdo këtë kjo spontaniteti Kosovës. Nashta freedom ma shumë që njerëzit janë ma... kena pak jetën është ma të letësën në Amerikë, aty jeta shumë dinamike, dita. Aty është së spontane, kështu spontane. A ishe këthyna erë me jetu në Amerikë? Pa, varët vala njeri, adin kur po menojmë ku mi rritë fmit, adin në herë këtu s'po kim Prishtinë me kolicë ku me hetë fmin. Apëden, na e kena rrugën të rruga C, banesën, aty as park nuk ka, as kur gjë, kjerët pi parkojnë tratuarë, adin diqysh në herë, atje është... So what the fuck I'm doing here? Po, dhe për fmi, për jetë, adin ma të shnosh, ajri, pastër, pa bërlogje sene, është shumë mirë, po, kur shkon atje ma një seki familjen e komunitetin, aty ma një fmi të rinë vetë. Edhen, kështu që është një farë balanci, edhen thu, hej, a me shku atje, ku e ki rrugë të mira, parqet, filmi, ki krejt kushtet e sene,
Po ma ne fëmijët rrin vet. Po, Do të mja organizu krejt ahengjet e këtu, hajde po shkojmë të tezja, hajde, edhe bajrama, sene, edhe Lug. është po dhe është që kjo, edhe që më do këtë është shumë e shnosh për fëmijët, e është një farë balanci që edhe Si dihet. do të me prit. Do i ditje njerë ka gjë pozitiv, kështu e ki energjin pozitiv, a bosh në nervoz në herë? Po, mos. Për një me? Po, bona nervoz, edhe shumë bona nervoz. Qëtash jënë bo nervoz me këta politikan tonë, që s'po mujnë me bashkëpunu me. Një president që s'dhëm përbojnë, ha? Qfar tripi, që kjo, dyqysh na Kosova një Google, me 1.5 milion vetë, edhe s'unë po bashkëpunojmë, na dhurate kena këtë shtetë. Apo kupton, qëtash me ndodh lufta në Kosovë, na sërbisht këshim volë, apo kupton, se qatër ka qenë koha, këtë senet kanë qenë dyqysh në vi për me ndodh një intervenim me na dha neve pavarësin. Babi jem me gjyshat e senet s'kanë menu që Kosova kanë me qenë pavarësi asë njerë, ndërshta e kanë pasi andër, po me qenë realitet, është kiamet tash e kena realitet, edhe tash jena tu për laje dhe të sene. Por zgjedhje për 2 vjetë, ha? Shumë, do të me bashkëpunu ma mirë, edhe me lanë pak egonanash, edhe me mu foqizu ma mirë. S'po folëm për politikë. Mos me hikë sot, Fotja. mos me hikë, mirë e ki. Sa rëndësishme është meditime, se të mediton, ha? E ki ka gja trip meditime. Kallëzëm pak për meditim, që ja ke nisë me meditu edhe... E kom nis njëri se mu në 2014 ka ndru motra jetë. Okej. Kur ka ndru motra jetë... 2014, 14, po, edhe ka qenë shumë ashtu paprit. A u kone re? E re, 31 vjetë. Edhe njëri qash në zoni, kesh këtë familjes, këtë kjo, e unës me procesu një sen t'il, nuk ka let. Edhe nuk ka let kër e hub dikon afër zemrës, edhe rapta për shduket, ta len një farë vrime, një farë aspekti shumë tronë në jetë, edhe e di njerës që e kanë hub dikon. Që aty, unë ma një avë ditë kesh këtu, të pa me sene, shkova në Amerikë me kry masterin. Vetë. Amerikanë s'kanë inteligencë sociale njëre, edhe këtu e shet dikon të avëngushlime vla për motrën, edhe është ma normale, atje kur kush s'folke e dishin, po nuk e kanë atë inteligencën shoqërore që me ta bo, hej, që shqibe të unia, edhe në motra ngushlime, kete dishin, po s'mfolshin, e shumë vetë unita një kodë gjallë. Okej. Dhe më një anisi mu shfaqë si nëngës, se deshan që ka qenë nëngë, atër vi që desha që diçka mendimet, po më dheze nato në që isha një farë ndjenje që tu më menojsha që barku po më dhem, ajo një farë ndjenje të e hongër vetën, një farë angthi edhen, më një anisa me këshyrë të doktorat e sene, kur gjës funksionojke edhen, edhe kur një shok tha qysh jebe edhen, një indian, thash, kur qysh, thash, keti provova, keti doktorat, kur gjës më po gjenë, thash, edhen, jam dërzu edhen, tha, qka i provove keti? Thash, po keti, kesh të qky doktor, tha njëri 3 seni pas ke provu. Thash, okej, tha, provo diçka ma ndryshe. Shkova, akipunktur ma ne, edhe shkova për mjë, thash, ta provoj ndryshe, edhe hajde, shkova meditim, kur shkova në meditim, thash, wow, qa është kjo sen, edhe thash, mendjen, më kujdes për mendjen, edhe diqysh, keni farë qëtësie që e gjeta, thash që ta po duka me ushtru si basket, si gjim abden, është si muskull që ushtron mendjen, me qetësu, me fokusu, edhe thjesht mi përpunu edhe pak emocionet, mi lanë senet që i ki mrena mi vrejt që me dal. Edhe ke shumë, më ka një mu tepër. Gjia bën yoga? Edhe yoga bëj. S'dipe pëse më duket që ka yoga veç për femna, bro? Qëre, A dhe me bo shpagën njëre? Jo njëre. Ajo? Nuk di me bo shpagën. Njëre 2 metra. Yoga më perendim pak, thes o bo shumë ma komerciale që dush me shku në studio, edhe në qështu o bo. Esenca jogës është gati, është praktik shpirtnore teknikisht, edhe meditimi o pjesë e jogës, me kështu rodhal. Yoga nuk është me, yoga i bjen union, unitet, mes te edhe universit, është spiritual practice. E këtu e kam bo pak si, edhe në trendi mu vesh edhe me shku mu zgjat, po nuk është zgjatja, esenca jogës. Është me lidh frymarrjen, mendjen, trupin, krejt me që një edhe mi bo disa lëvizje të cilat janë dizajnume për me mri qëllime. Apo thu që vishë në Kosova, më përgjësim botë e kanë bo jogën kështu ma... Përgjësime, e kanë marrë. E kanë komercializu. E kanë bo në Ameriki beer yoga njere, goat yoga. Qa beer yoga? Goat yoga a keni. Jo qa ke? Goat yoga shkon me bo yoga me një ven edhe vin
10 njerë dhe të kthejnë për mi shtëpi. Jo, Çaj është. Çka shkon në Amerikë njerë pa u komercializu, pa u banalizu selam. Amerikanët edhe pizza si kanë qitë Nutella. Po. Sa më volë vërta, Allah. Stash edhe pak burekat me Nutella. Pa shavamil. Ditë, pse në Kosovë, ose sidomos në Prishtinë, si kryeqytet, panic attacks, anxieties, po janë shumë prezente njerë në rinia, po të opinin shumë njerëzit të vujt për qësoj. Pse po menon që po ndodhë? Wow, man, pyetje madhe kjo, se qërë na, mas pare si popull, kena hek shumë. Edhe që ato... lufte Covid. Po lufte Covid, ta folim luftën. Luftën njerë t'i ki plët njerëz meshkoj që tash që janë baba, kështu, që i kanë kalu luftën, kur i kanë pas 18 vjet, 15 vjet, 14 vjet. Lullet rinis. Lullet rinis njerë, ajo, nëse smirësh me qatë pjesë të mendjes, me qato memorje, apo kupton, ato të ndikojnë ashtu kështu. Unë se kom ditë që jam i traumatizum dhe sa kom shku vetu jashtë, e kom kuptu që wow, unë i tut na policisë. Unë kom mendoj që edhe në shtëpi tem nuk nina sigurt. Edhe që në Amerikë është në shtëpi tonë e merr kallashin, edhe dëgjosh është po dhe këtu na neve na kanë në shtëpi, na kanë qit pi shtëpisë, edhe edhe ke qenë qytetari dytësor, edhe një kohë shumë gjatë edhe të kanë shtyp. Po gjenerata e re dita, edhe këta se kanë përjetuar luftë. Prindve po pasohet njëre. Okay. Edhe se prind kur pi kanë traumat, kur pi kanë senet që pi kanë atë si kanë vi atëherë për pasojnë të fëmijët. Edhe aty tash një farë cikli shumë i keq po ndodh, plus njerëz sot me na kena qenë shumë ma aktiv men, fizikisht. Na kena lujt basket, kena dalë ma hall. Adin s'kena pas që së senën, kena pas messengerin po do tash njerëz. Tash vish ul, adin po hajnë chipsa, po ulën një kohë gjatë, adin ul fizikisht nuk mujnë as me bajt diçka, me hecë në gërmi, lodhën, adin, kjo, po, ndikon shumë thellë. Qa do të me bo që luftohen qëto? Qa do të me bo njerëzit? Këtu njeri, mendimi jam është, mendimi profesional, kësha thonë, është që qëllimi edukimit në ditë sotit, do të me qenë me ndimu fëmijëve me pas mirëqenie. Që kjo është qëllimi numër 1 i edukimit. Nuk është ma edukimi me majtë mësenet men. Harroja atë punë njëre e kiti chat GPT-n që ti bën 100.000 sene shumë ma let, ma mire, bën që atë pyetje që a ki me majtë men sene pa lidhje. Edhe, nëse ti ki dëshirë me mësu diçka, që fëmijët e sotit njëri e mësojnë, po që atë dëshirën ja kena hup të i dhonë informata, të i që bota shumë dryshe, si na kur jena rritë, prind tonë jena rritë, sistemi edukimi njëjtë. Edhe duhet edukimin me prioritizu. Halo qatë abetore e ki? Njëta është njëti formati, klasë. Pa update, iPhone-it, aja pa update në çdo 3 muaj. E librat janë për 1990, maybe, ose 2000. Librat janë updateu, po mentaliteti nuk është updateu. Suksesi, çka është sukses me shku në shkollë? Edhe është sukses me pos këtë peshe? Këtë peshe se din mi memorizu sen e ta. Po, që din mi thonë për mensh, a sukses me... Me të regu një sen, s'po du mu fry këtu, po kur kom shku në fakultet atje, në ESU është fakulteti ma inovativ, për 11 vjet në Amerikë, ma inovativ se ata... Arizona State University. ESU, po Arizona State University, se ata njeri pranojnë krejt njerëz. Edhe mu i vetëmi fakultet që më ka pranu ka qenë ESU, ja. Edhe ja dhonë shansën krejtve, se e kanë kriju një sistem cili i merë krejt edhe i bën të mirë. Adin? Jo, na i marë ma të mirët edhe këshur që apo bojnë, Harvardat e kështu, po. Ajo model tjetër, modeli këtu është kitë ndryshe që me rritë klasën e mesme, adin, mi marë njerës prej poshtit dhe mi qutë na. E aty, unë jam zje si studenti ma i mirë i vitit, edhe kom dhonë fjalimin para 30.000 vetëve, adin, ashtu kër kryet fakultetin. Studenti ma i mirë në këtë fakultetin. Krejt fakultetin, kom qenë, jo se i kom pas notat e mira. Po se kom bo që sene si kjo sfida me $2, kom qelë klube, kom bo sene, adin, kom bo organizime. Aktivitete, edhe që ato e kanë vlerësu dhe që ato e vlerësojnë, se shojnë që hej, ti dush sajnë fakultet, dush me bo sene, me provu sene, jo notat e sene, adin ajo nuk është qaq me rëndësi. E tash je prof në qëtë fakultet? Tash jem prof që ato. Prof dida. Pse ftyrat publike kanë probleme me anxiety, me panic attack, me depression, më nëshë më shpjegu qëta. Pse ju ndodhat, a janë shumë overwhelmed njerëz me...
Po dhe njeri edhe varet për rastit. Po. Edhe mu varet për rastit, mu mdoket që nëse dënë me hyp nalt, dika du të me pas balans, men. Okej. Se nëse hyp nalt, edhe s'ki balans bjen njeri. Kupton? Sa ma nalt që hyp, as ma ki budrim. shake, Kupton? shake. Se balansi nuk e ki. E qatë balansi njeri du të me investu. Sot pa kultura jonë nuk është njeri. Ti e din, ti e sportist, ki healthy habits, apo këdin ki shvehit shnosha, han shnosh fizikisht mirë. Shpen cigare, apo kupton, e ki një lifestyle që është shnosh, men. Edhe qatë disiplinën, këtu nuk pe kena sa do t'ja ka nis ma shumë fitness, ma shumë kështu edhin ja ka nis, po në përgjësi, na shëndeti njëre, lajmë anash, krejt cigare, kafe, edhin të dominu shimin tonë, brumat, edhin nuk jena të shnosh. Edhe shto franchise për Amerike që po vina, kanë më ndiku që mu rrit obezitetin në Kosovë, se nuk u ka njëre obeziteti. Se te hanë hamburger të oba, po edhe pse o hamburger. Oba nuk e ka shumë unhealthy njëre, se e ki kepën aty, e ki... A sponsor oba? Jo së është. Ama obën javlen. Javlen, Edhe pse shtarë më kam bu në rëdhës, ma kështë e kam bu 2 euro hamburger. Që ka 1 euro këna hongër e ditë. Atë këtot pe i gënë mizë këtë lësheshën të burë. Zat, pasha që ato ko. Amo mirë që për me në balansën, se çfarë menimi ki për njerëzit që all of a sudden janë nisën me fol 5 vaktet? Njerëz janë tunë për diçka, një sukses tjetër, kupton? Në herë kur pe këshyr suksesin çka pe qet shoqënia sotshit, është shumë një sukses material. Which is okay to a degree. Edhe deri me një pikë suksesi material ta bën jetën më të lirë. Po nëse e ki materialin, atëherë nëse don më shumë material, më shumë me pas, një kerr më të mirë, një shtëpi më të mirë, atëherë është një farë cikli që për me nuk t'jep në përmbushje. Do njerëz po thonë ku me gjetën përmbushjen, edhe po shkojnë te religioni. Se religioni që të punë ka bo një kohë gjatë, tash varet qysh praktikohet, po esenca e religionit më mdoket është shumë e bukur. Krejt religioneve është shumë e bukur se të shtin me këshyrë që hej, një jetë e ki, është sen shumë i shajt me qenë gjallë, edhe që tu kur jetë gjallë dësh me jetu jetën mënyrë matë mirë që mundesh. E për me jetu që aty në herë du të me qenë edhe falimderushëm që je gjallë, falimderushëm që edhin keq qëto senet ka ndodhë që ti me qenë sot qëto. Kështu që njerëz që janë nisin mu falë, janë të lypë për me gjithë diçka pak ma cilë prej jetës që nuk është veç materiale. Tash, ka njerëz që e bojnë me arsyet mira, po ka njerëz që edhe bojnë pi frikës. Se qërë nëse ty ta boj fis, nëse s'falësh ki mu djegën ferë për gjithë, jo me shkun 10.000 vjetë mu djegë, po për gjithë ki mu djegë. Nëse ta boj për gjithë ki mu djegë, atër ti tutësh. Edhe Zoti para me kriju nuk të shtin burgaj 10.000 vjetë, 100 milion vjetë, po të shtin për gjithë. Ajo është më mdokët mënyre manipulimit. Manipulimit që me tut, me të shti, me bo dosane. Kështu që ka njerës që edhe frika i shtin në këtë drejtim, po ka njerës që e bojnë edhe prej të mire zemrës edhe qëllimit të në që po dojnë me përjetu diçka ma t'il një. Kështu që qashtu e shoh. Shumë mirë them. E çfarë menimi ki për rastet e vetë vrasjes, për shembull. Në Kosovë nuk janë ashtu edhe shumë prezente, apo në Amerikë? Janë. Këtu do të mas pari këtë njerëz me ditë çka është linja jetës, është një organizatë këtu që mundun me thirr njerëz që janë në qasi gjendje që dojnë me marrë jetën e tyre. Ka raste edhe nuk ka sa duhet mbështetje edhe përkraje për këtë punë. Edhe është tash. Atë ka ndodhur në rastit tillë ditë që u dosh me fol me dikën që ka pasur që se menime? Shumë njerëz se kur jam kthy këtu gjatë Covidit, unë ja nisa mi bo do trajnime online, njone e ka pas emri mëngjezi për mu. Mi ndimu njerëzve gjatë Covidit, hej, jenë shpe, hajde nisja ditës mirë, me energji, me meditim. Po pikërisht edhe për çata po të bëj çto pyetje se e di që ti je një njeri që të intereson well-being e njerëzve tjerë. Nuk je selfish, kështu që që ajo ka qenë edhe shumë ka pas efekt, edhe një na kënaqë, na bu shoqni, na bu komunitet, po mani kanë ardhur shumë njerëz që kanë pas nevojë psikologjike kanë ardhur këtu. Ajo është ma ndryshe kategori tjetër, se s'ka ku me ditë sa burime që me ndimu njerëzve në ditë sodit me një sen tillë. Edhe trendet visi janë të shku
shumë keq, për rinin, për në krejt botën jam të fol. Apo njëra. Në Amerikë një prej 1/7, 1/4 studentëve mendon për vetvrasje. No way. Kupton? Seriously considers it. Edhe kur kanë bërë studime, për shembull, çysh ndihen studentat në shkollë, bored, tired edhe stressed kanë qenë. Edhe i bajat, i lodhur edhe i stresuar. Po. Edhe këto ndjenja mas një kohë moshën, apo kupton? E di që po të pengojnë shumë sene në kryeqytet në Prishtinë, po më interesant të shikon kryetari i Prishtinës, cilat janë 3 ndryshimet e para që i kishte bërë. Ka të parën absolut numër 1 rrugët e qytetit i kisha bërë për këmsor. Okej. Se këtë kjerë bo me, krejt kjerë. Mu më do këtë që një qytet me qeni shnosh, do të me pas hapsira ku mund është me hecë. Edhe së dhe kena sheshin. Veç aty dhe aty po hinë me motora, me trotineta, me bicikla edhe, që ato e kena, kështu që unë e kisha bo do zgjidhje. I kam do ideja tash mos me shpalos programin politik. A kështë kandidu për kryetar në erë të Prishtinë? Ndështë mas një kohë. Për mas një 20 vjetë janë i sanë. Si qëta shumë bal 20 vjetë. Plak do me kandidu se i sa Mustafa. Kur ki fuqi do, qatër i bon paret, i bon sene. Po varet, po të shasi kryetar të Prishtinës, mas e i ki flek si përpa. Si përpa, përpa. Po që ato edhe hapsira parqe, men. Parqet na vynë shumë me pati tokë bashqen. Po ki ku me nejt, men. Në tokë bashqe, qatë shumë njerës po shkojnë, qatë shumë ka nevoj për hapsira gjelbërta, e s'jen ato e menu po mdo këtë si duhet këtë punë. Okej, edhe një? Edhe një tretën, po kjo është edhe edukimin, në shumë pasion për edukim, edhe pak mi ndryshu prioritetin, mirëqenjen, këtë këto, bordhogi njeri kamera e kësha mujtë këtë Prishtinën e kësha mujtë. Po të se po gjujnë edhe jëgi, dyqysh po gjujnë edhe sholin në përbërloga. Jëgi krejt kamera e kësha qitë njeri, edhe që asi dënime e kësha dhonë, so që as cigaret më falni e di që do njerëz ofendohen për këta, po kur i gjunë cigaret tokë, që aty me të po me snajperë, që asi kamera që edhe që ato se dyqysh në shpim rena nuk e gjunë. Do të me dasht be këtë vend, do të me pru një farë dashnie, se veç kjo dashnia neve na shtin me ndryshu. Na herë, a din çka të shtin me dasht kurse në pare, nuk verë dënime. Po, vallaj. Qaja. Dita ekziston mësyshi? Mësyshi, fisi. A din qysh, mu më këtë që a ke po nërë kur menën për një person, e vaj personi menon për ty. A të ka ndodhë që kësen ose nana? Sa kjo telepatia? Po s'pedi, po është një farë diçka që na bashkon. Për shembull, unë kom qenë në Amerikë, dhami më dhim ke njeri, edhe nana o qunë 3 natës, pi Kosovës, me ndërë që shje. Apo këpëtën, diçka o kesh, jo mira, edhen, të rajt, po ajo e ka një. Edhen, është diçka që na bashkon, më duket. Edhen krejt njerëzve, tash kur e merë një njeri mendje tonë, edhe jetu menu shumë për atë persone, shumë do këtë që mund është pak me qu do energji që ndështa nuk të shërben që shumë. Okej. Tash zdia është, ka garant edhe teknika që është me bu këto ma efikase, edhe njerës me një kodë gjatë kjo, një ndije kom su, ka occult që i thojnë, black magic. Ekziston magjia zezë njëre? Po, në Karaibe me shku në Afrika, kësi sene krejti kanë strukturat. Kosovë zdi, kom një edhe këtu, po, si kom përjetu vetë, nuk e di, po, si pas teorisë. A ke po kështë të ne kom të bo magjit? Një ndi kom po shumë, edhe një ndi kom po të li farsene, aty është. Na e kena këto me qkri plëm, do kënë. Po, me shkri, që ajo është, men. Black Magic me bjen, edhe kjo. Black Magic, ajo pi bjen si White Magic. Ja, o dëmë për shëshnin tonë, është sa një mirë. Se për mene që tash AI s'po ki nevoj me mësu qaq në shkolla në sene. Njeri, Bobi jam mundet me full për këtë tim shumë, se me qëtë punë po mirë, si tash në penzion, e ka bo një startup zgjoj.ai, është qysh më ndimu... Stosja prejna, ja, është qysh më ndimu edukatorve me bo klasat ma sukseshme, me dhonë si ma mirë. Po. Edhe aty e ka bo studimin e pisës, adin që jena të fundit në pisë. Po kure studianti raportin e pisës, ti i ki aty 200 indikator ndryshëm.
Na I kena do sene për shembull që jena shumë përpara. Jena shumë përpara në këtë aspektin e njohurive për botën. Kosovë njerë, kete din ku është Amerika, ku është kjo, çka është trend, Pa, çka po është tash ke të fol për Epstein Files. Ke njerë, Bombete. ma shumë po folim për ato se për kushtetutën. Para mos më fol për Epstein Files te but kushte ja, vetëm. I think a real niche, I think it's on podcast on again. Loj me George dhe P Diddy. Për dula vetëm. P Diddy nuk ka tregione, ja vetëm diçka. Po vish këtu krejt e dim njerë. A dhe Edhe kjo është keni laf vullneti për është. nënën të rejës, diçka në Epstein Files, a e besove shto? Që kish Sa transportu di, nuk e fëmijë, di. kishe. Nuk e di Çfarë menimi ke për Epstein Files? Epstein Files? Po, Njerë, shumë sa një keq. sa një keq. Kjo është kur abuzimi, se qëre... Cilin politikan kosovare kështë po në që të fojla? Ja, më së mështej aty, po veç po du me do thonë të që mprofën pak. njerës janë të lypë për diçka. Do njerës dojnë fuqi, do njerës dojnë pare, do njerës dojnë kështu. E kur e merë fuqin, edhe bosh I fuqishëm atërë shë që dojnë mi testu limitet e fuqisë, edhe ki njerës që janë qasi tipa që dojnë me fmi me bo të li farsani, edhe ajo është dukuri që është shumë fatkeqe në këtë shoqni. Epstein Files është edhe në kjo veç që ka dollë publike, edhe ku me ditë sa seni që ndodh njerëzve që... A pe Obama që tha që ka UFO, a menon ati që ka UFO njëre? Gjësë qysh ka UFO njëre. Po thua? Gjësë qysh ka UFO. Po tash, UFO, qka pi bjen? UFO është unidentified flying objects, pi bjen. Unidentified object, jo flying. Po. Është flying? UFO. Unidentified. Po. Po da, okej. Po, nese, qashtu diçka, edhe ishe, edhe që I vrenë sene të livri. Qato e kanë e shohin, edhe mdo këtë që egziston, men. Edhe që tash Pentagoni është të I bo, po, edhe shansat janë njëre. Universi, tepër I madh. Na është na për ata jena UFO. Po. A beden, do me dhëmë... Ka edhe me din tash me hi pak teorive, po ka edhe dimenzione tjera njëri. A beden, na shtu një të jetu në dimenzionin e 4. Dhe do njerës thojnë që me dekti del dimenzion tjetër. A kësë Stranger Things Po, trip, ja? Stranger Things, po ma shumë është edhe në dimenzionet ndryshma që nuk mund është me, edhe në përsham koha, o shumë sani që detshëm, edhe me këshyrë, se koha është shihet edhe si dimenzion, se nuk ekziston realitet, nëse e menon ti koha është diçka që u bo. Koha është që ky momenti në momente tjera. Frame. Edhe e tash dimenzioni past është me mujt qysh me pa kohën krejt. Edhe ka të li farë, nëse mos mi hi kësaj punë. Që kur del në dimenzion 3 da? Ka shans. Jo mi hapën që ka edhe dimenzione. A besën mas vdekjes? Nuk besojnë kur gjë njëre. Mu besimi më do këtë pak I qytetshëm. A si e besimtar kështu njëre, ja? Nuk jam besimtar as pak. A I ateist? Edhe ajo më do këtë besim. Mu më do këtë që me besu diçka që nuk din, nalësh me dasht me mësu çka është. Edhe për shembull, unë besoj që fisi jo djali I mirë. A e di? A beson Zot ditë? Unë s'besoj. Për Zot nuk besoj, po unë e di. A po të ndosh një ndryshim kur e din diçka dhe kur beson diçka. E çka din? E di njeri që ka Zot. Okej. A din. Po mas pari fjala Zot është diçka që shumë interpretime ka, po unë që shoh Zotin e shoh që është një prej Big Bangut, a din që I ka ndodhur në shkencë, Big Bangu që thonë ketë universi pi çasoj ka lind. Okej. Tash paramnoti në shkencë e kanë vërtetuar që krejt ky gjësia, ketë ekzistenca, për një momentit diçka ka eksplodu. Edhe pi qasaj, ja ka nis yjet, ja ka nis galaksit, ja ka nis krejt senet, edhe diqysh njonin prej miliarda yjeve, e ka emrin diell. Edhe qaj diell I ka dë gurzi që shkojnë për rreth, edhe I treti guri është toka. Edhe në tokë ka jetë, edhe ka droj, ka kafshë dhe jena unë e ti. E mu mdo këtë që është
një farë software që ka eksplodu që aty edhe është tu shpartallu në për këtë univers. E që ashtu e shoh qatë software-in, e shoh që nuk është diçka që i vish është atje, po është edhe qëtu. Okej. Edhe në gjatë meditimit, lutjeve, sene më doket që je prejk pak qatë software. Të domethënë po thu që ka diçka bigger, më të madhe se na, po nuk po dën detyrimisht me qujt Zot, se nuk e din si term të sigurt, Se njerë Zotin e shohin që mirët me punët e tua njëre. Mos e bë këta, bën e do, Zoti e bën kështu, se bën kështu. A përdin, që ato tri pa, une nuk jam për qasë i sene. A den edhe fjallën Zot e shumë me kujdes se njerë të folin për Zotin, kështë po din që apo thuin. Po kupton, unë Zotin e një që sa, atë s'ka shans njerë, s'munët mendja jonë e vogël me kuptu një sen t'il. Edhe, kështu që ma mirë është, unë i thëmë, s'jam besimtar, po unë jam kërkus. Unë jam të kërku me përjetu diçka. Edhe, me kërku, jo mi hapun, me mësu çka do, nuk kam besu diçka që se di, se po du me përjetu, me pa, edhe nëse flen me zemrën tem, atëherë du me thonë, hey, this is it, që kjo është e vërtet. Ja, menon që kena prej ardhin për majmunit? Njerëzime? Kjo prej ardhin prej majmunit, më duket teoria e evolucionit është për teorive më të mira. Edhe që e ka me tregu zhvillimin njerëzor, edhe në qysh kena ardhë deri te kjo pikë. Që ashtu më duket është teori shumë e mirë, është edhe teoria që kena ardhë për planeteve tjera, ka ashtu, është edhe teoria, kjo më duket Adam Eva, po dhe kreacion, ajo më duket është ma pak e suportume për shkencës, se shkenca o marrë shumë me këtë punë, edhe është metodë shumë e mirë me mësu realitetin. Cëllën e beson të ditë? Unë s'besoj njerë, edhe unë se di, ku me ditën e. Po dhe s'ka sanë të sakta. Unë jam i hapun me mësu. Tregom çka është, edhe në ndigjoj, s'po du me marrë konkluzion pa e ditë. Po, fix. Se kur e merr njëri konkluzion, nëse thomën është ma pi majmunit, atëherë Gjema majmunit. Gjema majmunit, po çka nëse është pi Zotit, pi Adamit edhe Evës, unë e mani kur nuk kom e mdasht me mësu që atë sen se e kom marrë vendimin unë. E kom marrë një konkluzion. E që kjo problemi me besimet në përgjësim doket, se ti përmer një konkluzion për i me pa e ditë. E mani kur përmer që atë konkluzion, s'po dënë me mësu. Kurani ose Biblia për shembull janë si predescent që njerëzit me ditë, a e menon çto? Që këto janë kur kanë ardhë Biblia, Kurani, kështu kanë ardhë për njerëzve, cilët kanë qenë me një gjendje këtë tjetër. Apo dhe me këshyrë të Jezusin ose profetin Muhammed, janë edhe në gjendje shpirtnore këtë tjetër. Edhe për qasoj gjendje ata kanë shkrujt e kanë bukë si sene. Edhe kanë qenë të duara mësime për natë kohë. Edhe natë kohë kanë bo revolucion të madhë. Edhe me këshyrë Allah, që ka ndodhë në Arabie, që ka ndodhë në për ty e ki edhe Budën, e ki edhe në Shivën, një ndi nënherë Zoti vetë karë, thoi, edhe atje që ashtu e kanë, po ki plët edhe njerës që kanë kontribu tepër për këtë sen, edhe librat janë, edhe për qato kohë që janë bojë janë super. A vlenë për gjithë kohë, nuk e di. Nuk e di a vlenë për gjitha kohë, nuk do të me studiu se folja me një sheh këtu, edhe tha, qëre mentor, tha, lexim kuptimin, shqiptarët në PISA e kanë pas gati të fundit, që ka lexojnë me kuptu. Tha, nëse shqiptarët lexim kuptimin e kanë qka që të poshtë, tha, ti ja jep Kuranin me lexu, që është vepër fenomenale, artistike, poetike, edhe mi prit ata me kuptu qka ka Kurani, tha, mësi ma e shpreja sa dalë. Ka ko shejë, legend. Did, falënderit shumë. Po s'po të lena me shku dhe pak se i kom tash 2 segmentet e mija të preferume, ki problem pak me qatë stallak, po s'ko lidhe pak aktivitet. Po shkojnë fitness. Shkojna me të parën, shok a shok, unë e kom të jep ty 2 opcione, ti ki me zgedh njënën, që se nuk e zgedh ki me pi një shot Don Julio. Kështu që dëshmi zgedh. zgedh. Me dëtëm apo ushtrimin palestër. Cila është ma efektive për ty? Për mu, shumë e vështirë, meditim. Meditim? Po. Shumë e vështirë për gjesh me njerë. Po, kështu s'po du me vi. Kur jena në gjendje tronë emocionale, me ecë vetë, a me thirë një shok e me full me të mja shprejë?
Vet. Qa si personi, ja. Qasi, po. Logjika a emocioni? Emocioni. A me emocion punon, jo me logjika? Emocionin... Me vendemarrje, për Po, shembull. diqysh, logjika, kur e një sen një kod gjatë visi, edhe që ajo ndjen vazhdon me mardh, Okay. ma ne këshyri me ndigju ma shumë që atë ndjen, jo për një moment kur vjen ndjenja, po kur vjen mas një kohë, një sen, që ajo më do këtë intuit, edhe me që ato më ndjen ma shumë se emocion, edhe në kur e ndjej që ashtu më do këtë... Okej, do më thonë emocion. Po, Me ta dashta me ditë. me ta dasht. Kje vore, që ma mira me ta dashtë se me ditë, okej. Me ta dasht, doj. Mi fshi rrjetet sociale, a mi fshi televizionet ketë. Mos me egzistu, për shembull, TRTK e këto. A mos me egzistu TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, a mos me egzistu televizionet. Të dyat, a më të dyat Mi me fshi, po ja, mi s'mund fshi. është njëna. Ajo njënën, Ose mund është valla, me pi adin shot. qysh media sociale. Media sociale, Po, ja. i kësha hek. Okej. Faleminderit ditë. He, knaci, Faleminderit falimderit visi. E fundit për sot, Hajde për që hajde. thirrët a është okej. A është okej, Unë a? kam të bo 5 pyetje i kam të regu a është okej. A është okej mos me pas edukatë seksuale në shkollat tona? Jo, s'është okej. A pi bjen? Po, A du në me vazhdu edhe pak me të regu pse? Jo, veç tregom O, pse. njere, qyre, këto edhe puna seksit është shumë sen normal. Na jena njerëz, Po, kena seks. ardhë rezultati seksit. Jena që të rezultati soj. Kështu që do të me ditë çka me bo, qysh me bo, jo edin me shku mu bo 7 zanë kur jenë shkollë mesme. Edin Okej. do të me kuptu paka shumë qysh funksionon kjo në kohë të ri, po edhe një sen këtu, do të me kuptu edhe hormonet njeri. Na si meshkuj që kena hek, kur e majnë men, adin shkollë mesme, shkollë fillore, femna t'i këshyshim, s'dishim qysh mi menaxhue hormonet men, se që atëheri na rrit puberteti kështu, tu pa tyli far foto, tyli far femne, tyli far seni, tu mos dit, tu eksplodu krejt. Po. Kështu që edhe që ajo është pjesë e edukatës seksuale që më do këtë do të më mësu edhe hormonet mi kuptu njeri që ka të ndodhë që to. Okej. Shumë smart. Let's go. A është okej që ose të vjen prej Amerikën ai mysafer e mja lavdu Kosovën kështu më jam shef këto të këshijat. Ku e qenë një mysafer të Amerikës? Është okej njere, është okej. E Ku e qëjtë qenë te s'ko- Bill Clintoni. Qajoj. A dhe që ato se kam bu mirë. Qa jo, Kam bu Billën po- si George Bushi. Edhe që ajo më do këtë bukuria, atin që ma buni një dit njoni? Hajde. Tha mentor, tha, qëre në Amerikë, tha, në Washington DC, kena ketë këto banesat cakëm pakëm, adin, ketë janë me një vi, ketë kështu, tha, mas një kohë për bëhet bajata. Ku po këshyri këtu, tha, ndryshe. Tha, do nalë, do poshtë, do ngjyra, do kështu, adin. Tha, e shumë interesant. Alo, ka këtu mbanesa dhe satelita që kam pritu me hekni. Njere, këto janë për Llogaret satelit. të huj, kjo është, atin sa interesant, me ardhë me këshyra, atin, që që kanë bo, se erdha aty të rruga C, ku jena, aty halon ndërtime njere, na jetojmë teknikisht halosht aty zonë ndërtimuse, aden edhe i shikja, sa këtë qështu po marrë, i ka banesa, aden, tu i po ketë sene, dyqysh i ka të mirat, edhe në të keqe, është një farë e mire, Një farë emocion. kështu që unë e tentoj mja tregu Ulpianën, Dardanin, Newbornin. Sheshin, Newbornin, aden, Po. nuk i qaj në vene tjera që Okej. mu dëshpru ma shumë. A është okej mos me lajmëru rastin që fse i nin këjshit të konë agresiv. Burri me gru ose e këndër ta gruja me burr. Mu A më do do të më lajmëru që ka jo? do dësysh, po mas pari mu më do këtë dosh me njoft këjshit. Okej. Se kur i njoft këjshit, të dosh vetë me shku me këshyr. Me thonë, hej, a jeni mirë, a mu i mjë ndimu na i sen. Edhe edhe me pa vetë, se në herë qërë, përlash me krejt, po nëse përlash me grun, jo fizikisht, normal, minjarë dosh me thirë, fizikisht nëse një na i sen, a i raplem kështu, Po. atër është, edin, dhunë. është obligim. Po, ai- atër ndryshe, obligim, aty s'është okej mos me lajmëru. Po. Po më përgjësi më do këtë dosh me shku, me thonë, hej, adin qysh jeni, adin pe pini që to është okej, adin me këshyr pak situatën, që me dit a është të ndodh abuzim, a është të ndodh adin diçka, dhe me ndi që atë ndjenjen, adin qysh po njet. Okej. S'ka ndodhë në era? Njerë më ka ndodh. Po, një. Po, një këjshi në Washington DC, është natën, help, të bërtit. Edhe u qumë edhe unë edhe dashën, që të ndodha, help, ish bërtit ke kështu. Edhe minjarë e tjera polici, nërët policia për 2 minuta, thash, këjshia poshtë nuk peqel derën.
erdh policia se qelke derën ai. E manit nesër më në mësum që ai kish pas një psychotic breakdown. Kish mentalisht kish rshit. Po. Sa pas ke hek ditë në Amerikë? Po, jo, ajo. Vërejt që të ka po kesh Amerika. Po ku bës më këdhe këto, që në zet. Po vinë shëshnia mu bo operacion Kosovë, ka e nonë. Po, mi mjell flëk. Po, dhe mi mjell dhënd mi ndrejt. Që s'ki nevojë. A është do kemi abo bajat dikuj na i tesh, në shopping, kështu për shembull, që fse shet që pi pëlqen, po ty s'po të pëlqen që shpi rrem. A është mi abo bajat, aty në që i pëlqen, a? Po, dhe për shembull gryja jote i pëlqen një setër, po ty s'do këtë e mire. Do të me qenë një sinqert, dhe në thëmë, qërë nëse të pëlqen mere, po mund është asë më pëlqen. Sa ke bo këta të butika gjithë rrafsh ta bojnë. Shumë fort po të reka se të ve. Salesman, shitje viqa, din qysh, do këtë shitjet ma të mire në kër janë sinqert. Që ta bën ja, mëse vesh. Qashtë, edhe ne, jo që kjo pak e madhe po të beka. Po kjo më më kone strategji. Aha, qërë njonën. Okej, dit, a është okej me gjujt bërlogën pe kerrit. Shqiptarët e bojnë. O, zatë, që to, hitës është okej. Mdo këtë është seni ma jo okej më botë. A mo për shembull bananën ish mirë me gjujt për tokën, a? Lëvorën e bananës. Po, jo në beton veç. Mund është me gjujt në dhe, që se sene, okej, organic po keset, paqeta cigares. Na dalim shpesh me fshi në rrugën cëhe, që shtu po dalim me fshi me shoqni, paqetat e cigares janë gjithë kafes. Gjithë ka janë shishet e Coca-Colës, ujin. Që një ide t'ja dhonë nëse po ndigjon ai kush në politikë që ka me hi. Mdotja ma e madhe, nëse shkon me mbledh që shto jenë shishet e ujit, kapakat e sene, pse s'pi bim do qeshme në Prishtinë, që jenë ujt pastërt, edhe të menagju me të mira, dizajnu me të mira që s'prishën, që njerëz me pinë qeshme, e jo me ble shishet ujit. Po, vishmane i kitë biznisat e ujt falimentojnë ditë. Po, anë ide, a den dyqysh nuk është... Jo ide shumë e mirë ditë, për bizneset. Leta qelin ata një ide pak ma të mirë, pse na me pagu ujin, që është diçka që më do këtë është e drejtë e se cili qytetarit me pas ujt pastërt. Nas do të nana jam me babin me bajt bidona me shishe se uji që pi vjen në bërnis nuk është i pastër. Apo den nuk na do të me punu me ujë njëri. A den kështu që një ide që atë kush don mi qel do qeshme. Ose me marru një qeshme mi shti 50 centë me mush sot dush. Që me bo dhe pare ka vak. Qyra ki biznisi. Fes na shkove fitnes. Falënderit shumë që kenë në Shok Podcast. U knoqa. Qështu do këty? Të këshyre më shpothojnë audienca. Audiencë që refisin për juve që se dini ma shumë që njeri ka disciplin, punën si gjoja, snallet, vishkëshirën e mësoni për ti se... Si gjaiqi. Snallet, edhe basket, edhe biznes, që që ato po djali, bravo. Ditë, falënderit shumë, në ty të rej shumë sukses, edhe... Gjithashtu. Kena mu pana prap. Kismet. Dëgjus dhe shikos të dashur të Shok Podcastit, kjo ke ketë me mu fisin, na vëshrije me epizodën tjetër.